Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Kanceri është një nga sëmundjet më serioze të kohës sonë dhe prek miliona njerëz në mbar botën. Edhe pse shkenca dhe mjekësia kanë përparuar ndjeshëm në diagnostikim dhe trajtim, parandalimi mbetet një nga armët më të fuqishme për të ulur rrezikun e shfaqjes së tij. Është e rëndësishme të kuptojmë se jo çdo formë e kancerit mund të parandalohet, por një pjesë e madhe e rasteve lidhen drejt për drejt me stilin e jetesës dhe faktorët mjedisor. Në vazhdim do të flasim për disa këshilla thelbësore të bazuara në rekomandime shkencore që ndihmojnë në uljen e rrezikut për zhvillimin e kancerit. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos u mbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Ushqyerja e shëndetshme. Ushqyerja është një nga faktorët më të rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit afatgjat. Një dietë e balancuar ndihmon trupin të funksionojë siç duhet, forcon sistemin imunitar dhe ul inflamacionin kronik, i cili lidhet me shumë forma të kancerit. Rekomandohet konsumimi i përditshëm i frutave dhe perimeve të freskëta, veçanërisht atyre me ngjyra të forta si jeshile, portokalli, e kuqe dhe vjollcë. Këto ushqime janë të pasura me vitamina, minerale dhe antioksidantë që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimet. Gjithashtu, dritrat integrale dhe ushqimet e pasura me fibra ndihmojnë në shëndetin e aparatit tretës dhe ulin e rrezikun e kancerit të zorrës së trashë. Nga ana tjetër, duhet kufizuar konsumimi i mishit të kuq, mishit të përpunuar, ushqimeve të skuqura si dhe produkteve me shumë sheqer dhe yndyrra të dëmshme. Këto ushqime kur konsumohen shpesh rrisin rrezikun për disa lloje kanceri. Shmangja e duhanit dhe alkoolit. Pitja e duhanit është faktori kryesor i rrezikut për shumë lloje kanceri, veçanërisht për kancerin e mushkërive, gojës, fytit dhe fshiksës. Nuk ekziston një nivel i sigurt i pitjes së duhanit. Çdo cigare dëmton qelizat dhe rrit rrezikun për zhvillim kanceri. Edhe ekspozimi pasiv ndaj tymit të duhanit është i dëmshëm dhe duhet shmangur sa më shumë. Konsumimi i alkoolit, sidomos në sasi të mëdha dhe për periudha të gjata, lidhet me rritjen e rrezikut për kancerin e mëlçisë, gjirit, ezofakut dhe stomakut. Kufizimi dhe shmangja e alkoolit është një hap i rëndësishëm drejt një jete më të shëndetshme. Aktiviteti fizik dhe peshat trupore. Një stil jetese aktiv ndihmon në ruajtjen e peshës normale trupore dhe përmirëson funksionimin e metabolizmit. Mbi pesha dhe obeziteti lidhen drejt për drejt me rritjen e rrezikut për disa lloje kanceri, përfshirë kancerin e gjirit, mitrës dhe zorrës së trashë. Rekomandohet të paktën 30 minuta aktivitet fizik i moderuar në ditë, si ecja e shpejtë, ciklimi dhe ushtrimet e lehta. Aktiviteti fizik ndihmon gjithashtu në reduktimin e stresit dhe përmirësimin e shëndetit mendor. Mbrojtja nga rrezet e diellit. Ekspozimi i tepërt ndaj rrezeve ultraviolet të diellit rrit rrezikun për kancerin e lëkurës. Është e rëndësishme të shmanget qëndrimi i gjatë në diell gjatë orëve më të nxehta dhe të përdoren masa mbrojtëse si kremrat mbrojtës, veshjet e përshtatshme dhe kapelat. Djegja përsëritur e lëkurës, sidomos në moshë të re, rrit ndjeshëm rrezikun për probleme serioze më vonë. Kontrollet mjekësore dhe diagnostikimi i hershëm. Kontrollet e rregullta mjekësore dhe ekzaminimet parandaluese janë shumë të rëndësishme. Diagnostikimi i hershëm rrit ndjeshëm mundësitë për trajtim të suksesshëm dhe mbijetesë. Çdo person duhet të informohet për analizat dhe kontrollet që rekomandohen sipas moshës, gjinisë dhe historisë familjare. Mos neglizhoni shenjat apo simptomat e pazakonta dhe konsultohuni gjithmonë me mjekun. Menaxhimi i stresit dhe shëndeti mendor. Stresi i vazhdueshëm ndikon negativisht në organizëm dhe dobëson sistemin imunitar. Edhe pse stresi nuk është shkak i drejt për drejt i kancerit, ai mund të ndikojë në cakone të dëmshme, si ushqyerja jo e shëndetshme, pirja e duhanit apo mungesa e aktivitetit fizik. Gjeni kohë për pushim, gjumë cilësor dhe aktivitete që ju ndihmojnë të relaksoheni, si meditimi, leximi dhe kalimi i kohës me njerëzit e dashur. Parandalimi i kancerit nuk kërkon masa ekstreme, por zgjedhje të përditshme dhe të mençura. Një stil jetese i shëndetshëm i kombinuar me kontrolle të rregullta mjekësore mund të ulë ndjeshëm rrezikun dhe të përmirësojë cilësinë e jetës. Kujdesi për shëndetin sot është investim për të ardhmen. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.